Partia Socialiste fiton bindshëm në qarkun e Fierit duke përmbysur dhe zonat tradicionale të djathta. Në një intervistë për Radio Televizion Shqiptar gjatë maratonës zgjedhore, zëvendës kryeministre dhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste Belinda Balluku tregoi pse erdhi ky rezultat befasues nga votat e të majtëve dhe të djathtëve. Kemi thyer bastion djathtë në zonën e Dërmenasit. Shumë mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që kemi marrë me këtë lumë votash, që padyshim na vë para një përgjegjësie shumë të madhe. Dje kemi numëruar kutitë e një zone të djathtë, e cila ka kthyer totalisht, sepse me të vërtetë atje ka pasur një fushat intensive tonën, kemi shpjeguar projektet, është një zonë e cila preket nga gjitha projektet e reja që bëhen në zonën e Darzezës ose ndryshe të quajtur tek hidrovori. Të gjitha këto janë detaje që kanë të bëjnë me qarkun e Fierit, por sot e rëndësishme është që të majtë të djathtë janë bërë bashkë për të mbështetuar Edi Ramën. Pas një mëdyshe mund të thuhet se surpriza e këtyre zgjedhjeve ka qenë qarku i Fierit, ku Partia Socialiste te kaloi objektivin e saj duke marrë 12 mandate.